O mos ban film, mos ban film, se Allah nuk rrehet. Nëse s'del ti me ezan sabah në xhami, se ki gale për musliman, po i tu bo muhabet veç. Na kena ngatru diçka. Telat janë ngatru dikun. Sahabët e pejgamberit s'kan bëu kështu vëllazër. Sahabët e pejgamberit në emër të dertit për fe, si ka ik farzë aty. Në emër të ai pido shumë musliman, si ka ik farzë aty. Po është mirë me të dhimbë musliman, po nuk mundet më të dhimbë ai më shumë se vetja. Ti qafën tonë si të liru bizjarë, me të asë kemi lirua. Ti qafën tonë, ti e kije gjenetin 300 metra, 1 kilometr, si të dalë. Bedhlul me gjuhud, jep e maksimumin. Ai qka se jep maksimumin tash, se jep as minimumin më vonë. Mone me dhe zë. Ai qka se jep maksimumin, tash jep e maksimumin. Kur do me dhonë dhe zë? Kur do me dhonë? Për këtë asyri ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith që kanë thënë Hakimi në Musnedin e tij, ka thonë shfrytëzoj 5 para 5, njëra prej tyre wasihhataka qabla maradik. Shfrytëzoje shëndetin tan para smundjes tane. Para smundjes tane. Kur të smuhesh, a ke pa kur të smundi? O, vetë sa të shnoshna, 5 vak në xhami, zakatin e jap, agjërimin që të baj. Po ti sa të çohesh në kam, apo ti ketë rrotllon më sanena. Ti ketë rrotllon. Ti çetër shka. Kur smuhesh, ka thënë sallallahu alajhi wasallam, dhe shfrytëzoje kur je i lirë para se mu angazhue. Ti nëse beqar nuk del me fal namazën në xhami. Çfarë ta marrë kur të martohesh? Ti pa fëmijë i martum, s'po del në xhami. Po kur janë nisur me të fëmijë, ti pa angazhu me asnjë angazhim, kur slip kur gjë, nuk e kryen detyrën. Para më kur të ngarkohesh. Po ti kur ngarkohesh, ti pa arsye s'ki dal, me arsye nuk çofna. Por këtë arsye thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja 23 është që ta jepsh maksimumin vëllazër. I jep maksimumin Zoti të shef. Zoti të shef. E keni pa plot me njerëz që thonë, për shembull, i morin skenat, atje musliman t'ja tuhek, atje musliman pi vrasin, atje musliman pi djegin. Lushme Allahun që Allah të ndihmon. Mirë po, a është kjo arsye ti më u mërzit në qajtore? Allah, sa shumë janë të hek. O, mos ban film, se Allah nuk rrehet. Nëse s'del ti me ezan sabah në xhami, se ki gale për musliman, po i tu bo muhabet veç. Po dhe shkive më janë t'ju dhimbë të të na, e ditë këta. Sa shki bile, ato dalin protesta, e ato dalin i bojnë plot pi punëve çka rezistojnë kundër këtij zullumi. A i be që a në gjenet ka me shkua? Jo. Për këtë arsye vëllezër, sa për njëzve jetojnë filmin. Zemra me pa zemra, sa të mëdhim për musliman. Edhe kur ta shift ka të regjim se ka zonë gjumi, për këta natën ka po polemik për fe. Na kena ngatru diçka. Telat janë ngatru dikun. Sahabët e pejgamberit s'kan bëu kështu vëllezër. Sahabët e pejgamberit në emër të dertit për fe, si ka ik farzë aty. Në emër të ai pido shumë musliman, si ka ik farzë aty. Cili sahabi ka ik? A i dini se sahabët janë ngushlu më njëri tjetrin, kurse kanë pa njerin në xhamit se ka fal namazin. Ka shku të shpjej kanë thënë, vëlla ngushllime se të ka ikin 100-ja. Mi shku na dikuj na sot. Kena mbledh vëlla ngushllime me arbet pa se të ka ikin 100-ja. Po i na mbledh për bardov që jeta çon për bodall. Po që sa na mirë marrën kallon me pa, se të ka ikin 100-ja. O ni muj mos me dalë sa kur gjë. Por këtë arsye vëzë ne kemi ngatruar diçka. Në hartat e brengave tu kemi ngatruar diçka. Po është mirë me të dhimbë musliman. Po nuk mundet më të dhimbë ai më shumë se vetja. Ti qafën tonë si të liru bizjarë, me të asë kemi lirua. Ti qafën tonë, ti e kije gjenetin 300 metra, 1 kilometr, si të dalë. Ti a pash menon se na du të me besue. A i tjetëri thot, e kum qele, elhamdulillah, Allah i ma mundsoj një bunar me qele, që në qështë dunjajës në Australia, në Kinë, ku e diune. Oj, në rumë, këshia jetë du të dekë për bukë. Ti nuk e ki gajle me bash i po dhime në musliman, po pak për Facebook, shiko njëzë qëfar njerëz janë bëhe. Shfrytëzo vdekjen, shfrytëzo darsmën. E krita shkollën, çdo sen me Facebook. Elhamdulillah e sosa që ta. Në i ditë veç kur të habitën, elhamdulillah vdiq filani. Të ingatru më abetet. O e ndërum, edhe gzimi edhe mërzia ka be një kulturë ka, një edebe ka. Mos e shfrytëzo më vdekjen, edhe shiko, bëhet mërzia objekt fitimi për gzim, dhe bëhet gzimi sebeb për hidhrim. A i përshemu ka feju, apo ka martu, apo ku ti diçka. Edhe e nxjerr në Facebook. Edhe shtash, shiko, vend se mu gzu, mu knash me vetën, se e ka rri që ta. Kur është të s'ma pëlqeti, janë nisë mu i dhnue. O dhot, ja, a i dhnua i gzue. Po jam gzu, po dhot, këto su gzun. Po pse duhet tjetëri me të kanë sebe për gzimin tanë? A duhet tjertë mu gzu kur ti martosh, a ti du të mu gzue? Tu du të mu gzue? Mirë po vëzër, jetojmë në botë kaotike. Nuk e dim, zgjëser, a la pa dek mirë njeri. Ka dale, tamam, kena me morë veç që ka dek. Ama ti a i tu garu, kush ka me kalzu i parja. Nuk garohet shtu vëzër, sepse na e kena materializu dhe e kena bëhe njerin teknik. Kush me kalzoj ma shpejt? Cëlli e kalzoj? E i pare kam zirë. Nuk ka në kështu në regull dhe zërë. Andaj, duhet dhanë maksimumi sa ki mundësi.
Maksimumi sa ki mundsi, e pastaj Zoti e din atë çka s'ki mundsi. Fattaqullaha mastata'tum. Allahu xhalla xjalaluhu tut yuni Allah sa të keni mundsi. Allah e di sa s'ka mundsi unë me bë. Allah e di sa s'ka mundsi. Ama a ka mundsi na mu arsyetu atë çka kemi mundsi? Me arsyen me atë që s'kena mundsi? A mundesh me thënë Allahit, po unë sundesh në xhami se do të shkoj shaqe minimu e musliman. O ai ndërum, çe të bë? Çka ka lidhje me këtë ti ki mundsi këta? Atje s'ki mundsi. Ti duhesh me bosh tash a ki mundsi. Kur mos ja lejo vetës me komentu dhe me humor me hapësirën çka ti skije. A je përgjegjës për çata jo? A ki mundsi jo? Daje këta, nale prit. Heke këtë kapitull. A mundesh ti me lexu Kur'an po valla? Po pse ti lexu? Po çse s'jam të pas mundsi. Ama pse të bëj këtë tjetër, këtu po. A mund të fal namazin me rregull po? A mund të bëj sunetet këtë po? A mund të bëj tesbih po? A mund të minimu kushijës po? A mund të bëj sjellshëm me musliman çka tredhojnë po? Po pse ti ban çdo? Po ama këshira atje. Që kjo vëzër kur të ngatrohet rrethi mundësive me rrethin e pa mundësive, ne jetojmë mbrapsira. Ne jetojmë mbrapsira. Allah thot ku enfusikum wa ehlikum nara. O ju musliman, rune vetën bizarmit, mos ani tjertë. Vetën ja. Ti ke obligim në vetën me rujt. Pastaj rune dhe evladin. Nga se Allahu gjatë ditën e kiametit, njeriu tërhiqet edhe pi babës, edhe pi nanës, edhe pi grujës, edhe pi evladit, edhe pi dosit, edhe pi vllavit. Këto largonu të pshtojnë rune. Jo veç kaq, pejgambert Allahut alayhimus salatu wassalam. Allahumma nafsi nafsi. O Allah, pshtoj unë herë. Para më në pejgamberi i Zotit, Allah i dashmi Zotit, den ditën e kiametit, përveç Muhamedit alayhis salam. Përveç këtë pejgamber përveç Muhamedit alayhis salam, kanë më thënë nafsi nafsi, vetja. Andaj është mirë kur ti ki kujdes për tjetrin, kur e do tjetrin dhe respekton tjetrin dhe ndihmon tjetrin. Ama mos harro, kur kush nuk e do tjetrin më shumë se vetja. Harroj ata. Sepse njeriu është i lidh për nefsin e vet, është i lidh për qenjen e vet. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim al-Juzeyri 23-a është wa tarku al-i'tirad al-mahbub, dhe përveç dhënies së maksimumit dhe i përpjekjes është edhe mos me e kundërshtuar të dashurin. Më thon, as ki mujt sabajin me bon nanta. Shumë herë me bash gjumin më të lezetshëm. A e do? Ai shka e do nuk diskuton. A keni pa njerëz kur udhtim, shëtitje kur ban me dosta. Se ka problem, kur e lanë tretë, nuk ka problem, thot, sa? A jena të shku tretë, 4 natë. Në sabat, s'ka lidhe, thot, dalna. 2 saat gjumi ka, 1 saat, 20 minuta ka flet. Ani me thot, s'ka lidhe, pitash njës del. Mirë dhe zërë, a i shka e do Allah unë gja. A i thot, ave ku tash sabat dre, a i zeqati. Une e du, bile gzohë. Elhamdulillah që Allah e ka po zeqati me dhanë.